Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, faleminderit që keni ndakohen me qenë bashkë me neve. Sonte kam shumë kënaqësi që në këtë emision të drejt për drejt ma shumë se llaf e kam një musafire me cilën të flasim për një temë shumë të ndihshme, për një temë që është e pamundur me ik, po kemi më mësu që qysh me menaxhu. Në fakt nuk po dia me thonë është ndjenja, me thonë është emocion, a çka është, por diçka që e kemi të pamundur me ik gjatë jetës. Do të flasim për menaxhimin nervozës. E për me folë për këtë temë, e kam të ftuar në studio një psikoterapeute, po nuk është veç psikoterapeute, është edhe pedagoge, ka përfunduar edhe shumë trajnime, po unë ma shumë se llaf e kam ftu në cilësinë e loqkës. Me mu në studio është Sofie Hasani Halilaj, cilën e falenderoj shumë se e kam shumë për zemre. Sofie, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Ganimete, faleminderit për ftesën, edhe unë po ndihem shumë mirë, shumë rahat në këtë studio, sikur në shtëpi, tamam. Kafet e kena bë? Të dashur shikues, e dini që emisioni është i drejt për drejt. Ju mund të telefonani në 046 220022 për të ndarë përvojat tuaja lidhje me këtë temë, po në anën tjetër edhe për ta pyetur profesionistën që kemi në studio, nëse her pas here ndiheni nervoz, qysh me menaxhu nervozën, çka me bë e tjera. Mund domethënë të bëni telefonate dhe të inkuadroni e të bashkë bisedoni me neve. Sofi, shpesh herë bëhemi nervoz. Shpesh herë nuk di me menaxhu nervozën, është e pamundur me qëndru komplet imun, ka njerëz që janë të prirur me qenë ma të urtë, në kuptimin që nështë ma vështirë bëhen nervoz, po përgjithsisht në këto rrethona në cilat ne po jetojmë, është e pamundur mos më bë nervoz. Unë sot e kam kalu ditën tepër mirë. Kur komunikum, ma ka dhënë energji tepër pozitive, jam ndiha zakonisht shumë mirë. E imagjinojsha studion që kemi me bisedu, besa edhe telefonuesit, po mendoj shikuesit që kanë me prit, sepse je musafiri i parë në emisionin live. Po më vjen mirë. Edhe dyqysh live-i ta jepat ndjenjën e afërsisë me shikuesit ma shumë se emisionet tjera. Se din që është dikush aty për ty. Çka është nervoza? Nëse themi nervoz, në kuptimin shqip që përdorim këtë term, nuk do të ishte i duhur, për shkak se në termin shkencor nervoz, në shkencën e psikologjisë i thuhet personave që janë pak ma neurotik. Ne zakonisht e përdorim termin zemrim ose i mlefosur, që është i njëjti, por ne gjithmonë në gjuhën shqipe e kemi përdorur si nervoz. Në zhargonin popullor edhe mundon atë që televizonin live me qenë ma afër popullit. Po. Atëre do ta përdorim në të dy termet, zemrim, mlefosje, nervoz, çfarë do që na e mendojmë se është më lehtë për me kuptu të gjithë ata që na ndjekin. Zemrimi apo mlefosja apo dhe nervoza është ai emocioni, është ajo ndjenja që na kap kur ne dëgjët e dim si vjen, si val e zemrimit, kur ndjejmë si ras zemra pak më shumë, qarkullimi i gjakut është pak më i shpejt, ajo ndjenja kur zemra rrej me shumë forcë në krahëror, kur ne nuk mund ta ndalim, kur ne na duket se zemra po na del prej vendit, kur zëri jon ashpërsohet, kur lkura jon irritohet, skuqet, kur gjoksi jon po ashtu lkura rreth qafës skuqet, duart e tona na mlidhen ngrusht, kur gjymtyrët e tona bëhen të gatshme për të goditur apo për të përplasur diçka. Sidomos tash që përmende pak më herët në Kosovë, në Prishtinë, është e pamundur gjatë ditës mos me përjetu një val zemrimi apo një val nervoze. Kur vendosim ta parkojmë veturën në parking. Është një parking shumë i vogël, një pjesë shumë i vogël aty, ku ne vendosim ta zëjmë për veturën tonë. Mirë po, për fatkeq, fqini jonë e ka shkel vijen e parkingut dhe na e ka zonë edhe parkingun tonë dhe neve nuk na zen let. Atëherë në pasqyrën e mratme shikojmë dhe i murmurisim disa fjalë të zemrimit, shojmë diçka, fyejmë apo e shprehim ato prej mrana që e kemi dhe nëse arrim ta menaxhojmë dhe të mos bëjmë të pa atë që nuk duhet, veprimin, atër e kalojmë me aq. Mirë, po kush ka zemrimin, nëse ne nuk e shprehem, nëse ne nuk shajtëm, nëse ne nuk lëvizëm, nëse ne nuk usjallëm me atë veprimin të cilin e kishim për mbrenda si qëllim. Atër metet mbrenda. Nëse ne nuk e heqim, nëse ne nuk e zbrazim, nëse ne nuk e shprehim, atër nëse nuk shfryhemi, atër e shtypim brenda dhe dikun zën vend brenda trupit.
në secili organ në trupin ton e ka një vend. Sytë e kanë vendin e vet në kokë, goja, hunda, veshët, duart në trup, zemra, lukti, gjithçka e ka vendin e vet. Kurse zemrimi është ndjenjë që nuk e ka vendin kërkon. Mirë po, ja zem vendin një organit. E kemi një telefonus, edhe duhet me prit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju zetëm. Kush po na përshëndet? Përshëndetje prej Emines. Amine, mirë se erdhën në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Mirë se ju gjeta. Ju përgëzoj për emisionin edhe për mëzafiren që e keni prezente. Faleminderit. Qysh e ke kalu ditën, a je bo nervoza, e ke pas kështu krejt disponimi nivel? Jo, sa mundona me menaxhu stresin, me pas pak në kontrol, me pozitivitet. Kështu që mirë. Edhe kur jenë kolon, e menaxhon kështu super dhe zbash nervoza? Në kolon zakonisht e menaxhoj shumë mirë. E marrë shumë qetë, më bjen në shumë me herë në kolona, po më rimi menaxhu shumë mirë. Po ndoshta vetë një pyetje për psikologe, se qysh mund me trajtu fëmin për me pas në kontroll stresin. Stresin apo zemrimin? Dyjat. Stresin edhe zemrimin. Kanë stres edhe kur kanë teste, kur kanë pyetje në shkolla. Po. Stresi për situatat të caktuara, të cilat nuk i kemi të panjohura, për të cilat kemi pritje tjera dhe frikohemi se nuk po përfundojnë ashtu siç kemi dëshiruar, mund të sjellë deri te zemrimi më vonë pasi të përfundon situata krejt. Mirë, po në atë moment fëmia... A ke edhe diçka tjetër? Jo. Do më thonë kjo ishte ajo që dashte me e pyt. E apo na tregon ti qysh më rrin me menaxhu edhe mos më bësh shumë nervoz. Çka bën që ato momente kur e shet që nuk po lëviz kolona eq edhe makina po ec 25 km/h? Po e marrë shumë qetë, në një muzikë, e marrë qetë, pres atë, uroj mos me pas ndaj rast që e kem me ndaj urgjencë, për ndryshe, kjo është. Mirë bëll, ja pas ke gjetë vetës i laqin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. U gëzofsh. Mbarë. Gjithashtu. E dashur e bona këtë ndërprerje që më u lën hapësirë dëgjuesve tjerë për lidhje, po. Atëherë për Eminen, po vazhdojmë me fëmijët, ajo është interesuar me ditë se si me kontrollu fëmijët stresin apo zemrimin, që janë dy gjëra jo shumë jo të njëjta, do të thotë. Stres është diçka tjetër. Stresi na sjell deri te nervoza, stresi na sjell deri te zemrimi, deri te shprazja e zemrimit apo sjelljet apo shpërthimi i zemrimit. Mrapa stresit dhe mrapa zemrimit ka diçka tjetër. Është një situatë e cila na ka sjell deri aty. Mund të jetë frika nga dështimi, mund të jetë ndonjë abuzim, mund të jetë ndonjë bullizim te fëmijët sidomos, mund të jetë ndonjë ndëshkim i pritur, mund të jetë nota jo e mirë që mund mos e merr, mund të kenë qenë situata të ndryshme që nuk e kanë mundsuar dhe nuk ju ka lehtësuar që të mësoj me kohë, sidomos nëse është në testet në kohën e testeve, apo që nuk e ka përqendrimin e duhur. Kur nuk e ka përqendrimin e duhur, ka disa fëmijë që nuk arrin të fokusohen, nuk arrin të koncentrohen në mësim për arsye të ndryshme. Ne gjithmonë të rriturit, ne prindërit kemi tendencën t'i fajsojmë fëmijët pse nuk po kanë përqendrim, duke menduar se gjithmonë e kanë mendjen te telefoni, te loja. Nuk është gjithmonë ashtu, ne duhet t'i kuptojmë fëmijët se ka arsye të ndryshme që ata nuk mund të përqendrohen. Ka, do të thotë, në trurin e fëmijës ka ndryshime të mëdha që mund të ndodhin. Prandaj duhet me shiku shkakun. Duhet me gjetë shkakun dhe me u mundu me ndihmu. E jo gjithmonë me lënë se në dorën e fëmijës përgjithësi. Nganjëherë fëmijët nuk dinë t'ja dalin dhe nuk dinë ta kontrollojnë këtë. Ata nuk janë fajtor pse nuk kanë përqendrim. Ata nuk janë fajtor pse nuk arrin të koncentrohen, sepse truri i tyre biologjik është ashtu i krijuar që nuk mund të kenë. Prandaj nevojitet t'i stimulojmë. Nevojitet t'ju ndihmojmë, që të përforcojmë, të përsërisim bashkë me ta, të ulemi afër tyre në nivelin e tyre, të bisedojmë dhe t'ju themi se edhe nëse nuk arrin ta kaloj këtë test, edhe nëse nuk arrin ta marrë notën aq të madhe sa pritet, gjithmonë është një herë tjetër. Gjithmonë pas një dështimi ne duhet të provojmë përsëri. Dhe duke ia zbutur kështu fëmia vet bjen në atë nivelin e ul
atë nervozën, atë dëshpërimin që e ka brenda dhe stresin dhe arrin ta kontrolloj. Tjetra mënyrë është se si mund t'i ndihmojmë fëmijët me kontrollu stresin apo si mund t'i ndihmojmë me menaxhu në mënyra të shëndetshme, sepse ata mund të bërtasin, mund t'i gjujnë librat, mund t'i dhnohen, të mos dojnë të hajnë bukë, të mos i zerë gjumi, të mos rrinë afër libra, vetëm rrinë por nuk mësojnë. Andaj për këtë arsye është mirë që mënyra pozitive dhe të shëndetshme me ndihmu fëmijës që më u kthy prap librit dhe më u kthy te ajo qëllimi te detyra e tij. Si duhet t'i japim shumë dashni, duhet t'i flasim me pozitivitet, duhet t'i tregojmë se pritjet tona nuk janë as të larta nëse ai nuk i arrin, t'i ulim do thot pritjet, t'i tregojmë, t'ia bëjmë dije se i kemi ul pritjet, t'ia bëjmë dije se gjithmonë ka edhe një mundësi tjetër, ka edhe një shans tjetër, që edhe nëse dështon, edhe nëse nuk arrin, nuk është fundi i botës dhe nuk është hera e fundit që po provon. Gjithmonë ka një afat tjetër, gjithmonë ka një periudhë tjetër apo gjysmë vjetor tjetër. Dhe kështu në këtë mënyrë, kur ne ja lehtësojmë dhe ja bëjmë dije se e kuptojmë, fëmia vetvetiu e ul atë valën e nervozës, në valën e stresit dhe fillon me u ndi më rahat dhe e afrojmë afër vetes. Zakonisht fëmijëve është mirë mjaft që dorën në gjaks, me ju tregu që të marrin frymë thellë, të marrin frymë ngadalë, t'i afrojmë afër vetes, t'ju themi se trupi është më i rëndësishëm se gjithçka tjetër, se librat, se mësimi, se arritjet, se humbjet në lojë, ndoshta se ka fëmijë që nervozohen, zemrohen kur e hupin lojën me ekipin në sport apo kudo qoftë, apo lojën në lagjën e tyre kur dalin me lujt. Dhe t'ju tregojmë fëmijëve se nuk duhet gjithmonë vetëm të fitojnë, nganjëherë edhe humbjen, edhe shijen e humbjes duhet ta përjetojmë. Për arsye se kur ne përjetojmë shijen e humbjes, ekipi tjetër e ka përjetuar shijen e fitores. Prandaj gjithçka në këtë botë është me radhë. Do t'ja shpjegojmë fëmijëve se radha jonë vjen herën tjetër, kurse këtë herë dikush tjetër është duke shijuar fitoren, ose dikush tjetër është duke shijuar peshqat. Dhe kështu duke ja bërë fëmijës me dije, dal nga dal edhe fillojmë ta ulim nivelin e stresit në trupin e tyre dhe ata fillojnë me u shliru dhe fillojnë me u ndi më rahat dhe sigurisht i kthehen detyrave të tyre. Kur mundemi me bë dallimin që një fëmijë është në stres ose e kam rri atë nivelin e nervozës, a ka diçka përmes cilës mujna me nda këtë? Do shta po pyet se mujna me i vrejt, a e janë në nivel më të ulët apo më të lartë. Disa fëmijë, sikurse edhe të rriturit, din me mshef, din me masku stresin. Din edhe na të rriturit, e bëjmë shumë shpesh, janë mekanizmat mbrojtës që i ka secili individ, që mundohemi mos me na vrejt të tjerë që jemi nervoz, mundohemi mos me na vrejt të tjerë që jemi të zemrum, mos me na vrejt rrethi, mos me u ranë sy sikur persona agresiv, aso si persona neurotik, apo si persona që shpërthejmë, dhe mundohemi me shtrëngu veten dhe mos me tregu. Zakonisht fëmijët e bëjnë këto, prej frikës, të ndëshkimit të rriturve, prej frikës se s'kan me marrë dhurata, prej frikës se kanë me dënu prindrit, kanë me shumë dhunë ma heret, kanë mja marrë telefonin dhe nuk e shfaqin, por e mbojnë mbrana vetës. Kur e mbojnë mbrana vetës është ma e dëmshme. Na shpeshherë ju thonë fëmijëve mos përplas, mos e mbyll derën, mos e përplas derën, mos gjuj sende, mos the lodra, gjithmonë duke ja thënë mos. Po asnjëherë duke mos ja shpjegu mënyrën e duhur se si ta bëjnë këtë veprem, ose si ta shprehin me fjalë, apo si ta relaksojnë trupin e tyre dhe duke nisë me frymarrje dhe me qëndrimin rehat. Po ne në momentin kur fëmijët, zakonisht gabimet i bëjmë në prind të partë, kur fëmijët janë duke e shprehë zemrimin ose në kulmin e zemrimit, në kulmin e inatit, në kulmin e nervozës, ne bash atëherë reagojmë në mënyrë jo të duhur, duke u mundu mja ul atë valën e shpërthimit. Dhe kjo nuk është mënyra e mirë. Sepse ata fëmijë dikon do ta shprehin gjatë ditës, më vonë, ose në lojë, ose në shkollë, ose në ushqim, po nëse e përbin dhe e shtypin dhe e çojnë brenda, kanë me pas probleme me kapslok, kanë me pas probleme me tretje, kanë me pas probleme me dhimbjen kranor, dhimbje të muskujve, kam ju dhimbje koka, kam ju nxirr zoni, s'kan me mujt me fol në qitë zonin e duhur, ashtu zonin e fort që shkan qef për fol. Do me thonë, kanë më paraqiton në mënyrë trupore, këto simptomat e mëvonshme ka më manifestu, që ky zemrimi i shtypur ka më manifestu mënyra të ndryshme të dëmshme, që kam i bot dëm trupit të tyne. Dhe këta fëmijë kanë me fillu me stresin e akumulum, me i dëmtu trupin e tyne. Kanë me shpreh dëshpërim, zhgënjem, depresion, ankth,
frikë, që ma vonë, kur të rriten edhe pak, se cili i rritun kur shkon të psikologu në seansa psikoterapeutike, zakonisht ne në seansa tona i pysim se ka pas fëmirin, kur na tregon që është person që nuk pa arrin me menaxhu zemrimin, ankthin, inatin, nuk po mund me kontrollu nervozin, ne i pysim si ka qenë fëmiria. Dhe zakonisht këta njerëz na tregojnë për fëmirinë e tyre të shtypur. Kanë qenë njerëz që të tjerët nuk i kanë lënë me fol, nuk i kanë lënë me ngrit zonin, nuk i kanë lënë me thonë atë që me shpreh ato që dojnë, nuk e kanë lënë me qenë vetvetja shpesh herë dhe janë frigu prej dështimeve dhe gjithsesi është dashur me qenë shumë të suksesshëm për arsye se prindërit kanë kërku perfeksionizëm prej tyre. Dhe kjo i ka dëmtu. Prandaj, që në fëmiri është mirë mja u qelë rrugën e mirë, shtegun e duhur, që edhe fëmijët me shpreh në mënyrë të dobishme, në mënyrë të shëndetshme, kur janë të zemëruar, po qysh mujna mja mësu këtë mënyrë më së miri, është që prej modelit tonë. Ka njerë as fjallët nuk kanë atë peshën ose rëndësinë para fëmijëve sa dush mi ju spjegu, gjithë ditën mi ju folë për stresin, fëmija s'ka me kuptu, po ka me kuptu kur në veprimet tona e sheh se menaxhojmë ne stresin, se menaxhojmë ne zemrimin, se menaxhojmë ne nervozën, edhe si reagojmë na, si kemi reagimet, si përgjigjemi situatave të ndryshme. Prej këtyre ata marrin atë modelin më të mirë se si me bë. Nuk arrim shumë herë, nuk arrim me menaxhu as mirë dhe sidomos para fëmijëve që në pasqyra jonë e modelimit, pasqyra jonë që na kopjon mas miri, ata marrin domethënë modele jo të mira shpesh herë, prandaj prindërimi është një biznes shumë i shtrejtë. Dhe një punë që kërkan 24 orë, orar, që nuk duhet, edhe kur flajmë fëmijët na modelojnë, edhe kur jemi zgjuar, edhe kur jemi duke i lasë sytë, edhe kur jemi duke shtru tavolinën, edhe kur jemi duke bisedu, edhe kur e hapim derën kur ata hyjnë në shtëpi, mënyra se si përshëndetemi. Monitorohemi 24/7. 24 orë në vazhdim të tyre. Mbani shumë me qesh një dëgjuese, thot jam në menopauzë, thot edhe qash nuk po kam haber me menaxhu nervozën, sa shpesh herë thot pesho veten që çka do që po kam dorë, veç pe gjuj dikon. E kërplas, po. Nuk jam konë, thënë këtë gjendje, po pe përshkruan që, domethënë, a ka bërë ndonjë ndryshimet hormonale e kanë bërë vetën. Qysh me menaxhu, po thotë. Qysh me menaxhu? Edhe po besoj që kjo shumë grave ju intereson. Sidomos menopauza ju intereson grave, po ma shumë ju kish interesu dhe burrave që janë burra të këtyre grave, se edhe ata i bartin pasojat masanej, nëse jetojnë bashkë dhe nëse brengosën për shëndetin dhe mirëqenjen e bashkëshorteve të tyre. Edhe për shëndetin e tyre, Besa. Po, edhe për shëndetin e tyre, indirekt ndikon. Do thotë, këtë familja përfshihet dhe këtë familja i bart pasojat nëse nuk është menaxhu si duhet. Nuk është në dorën e grave që ta menaxhojnë vetëm ato. Nuk është krejt gjithçka që munden vetë me kontrollu, sepse është një ndryshim hormonal e para, është ndryshim i trupit që nuk vjen në kohën kur ne e presim. Nuk e ka një orar caktuar, nuk e ka një moshë caktuar të secila grua. Domethënë, është një periudhë prej 10 vjetësh që mundet me fillu në moshë të ndryshme dhe me zgjatë vite të ndryshme të secila grua. Këtë e din më mirë profesionistët e shëndetit, domethënë ginekologët, obstetrët, të cilat mirën me shëndetjen reproduktive dhe me shëndetjen e gruas, mirë po veç pak ta prekin se ashtu sikurse kur hyjmë në pubertet femrat, kur vjen cikli i parë dhe kur fillojnë ndryshimet hormonale në trupin e vajzave, edhe atëherë psojmë ndryshime. Mirë po janë aq të vogla, aq të reja, sa që kërkush nuk ja vjen veshin atyre se ato kanë ndryshime aq të mëdha, edhe psiqike, edhe fizike, edhe emocionale. Dhe mënyra se si ato në atë fillim të jetës fillojnë të bëhen grua, fillojnë të ndihen femër dhe fillojnë të menaxhojnë ato ndryshime trupore dhe fizike dhe emocionale dhe psiqike, ashtu edhe menopauza kur vjen, kur ndalet cikli, kur fillon trupi ta lshon ato hormonet e tjera që janë, që do të thotë ndryshojnë aq shumë hormonet sa që ndikojnë edhe psiqikisht. Sepse neuronet tona fillojnë mos më regjeneru në mënyrën që janë regjeneru më herët, po ashtu dhe qelizat tona trupore, ashtu dhe muskujt, ashtu dhe lkura, flokët, zëri, gjithçka ndryshon, shikimi,
Dhe vetë femra e krijon të femra një farë ndjenje të mos vlerësimit, të ndjenje të mos të qenë të rëndësishme, mos të qenë të zoja, mos të qenë të shëndetshme mjaftueshëm dhe plotësisht si ka qenë deri atëherë, mos me qenë mjaftueshëm e fortë, dhe gjitha këto aftësi fizike që bien dhe reduktohen dhe zvoglohen ndikojnë në psiqikën dhe në emocionet e saj. Normalisht që e ka vështirë me u pajtu me këto ndryshime, e ka vështirë me i pranu këto ndryshime dhe ndikojnë, do të thotë, në raportet që i ka me fëmijët, me bashkëshortin, me njerëzit me cilët jeton, ka grade që s'kan familje, do të thotë, që janë të martuar, s'kan fëmijë apo s'kan lind kur, s'ka lidhje ajo, edhe ajo ka me kalu në për periudhën e menopauzës. Po qysh me menaxhu? Ato deri në atë pjesë të jetës kanë arrit me jetu një jetë stabile dhe aty fillon një farë thyrje, një çarje, një plasaritje që edhe vetë habitën çka ndodhi. Nuk jam kanë kështu, nuk kam reagu kështu, nuk kam qenë Tani niset ajo frika, ajo vezvesja, çka po ndodh me mu. Mos ka marrë mësysh e para, shkojnë ndoshta dikush shkon edhe deri as larg sa që shkojnë edhe me shkrute hoxha apo me shiku se mos ju ka bë dikush diçka, se ndryshimet janë me të vërtet dramatike. Dhe për një personi, këtë tjetër del një person, këtë tjetër se thojnë ato as vetën s'penjo. Nuk është se vetëm burri ankohet të s'penjo gruan tem, çfarë ndryshimi, po edhe ajo vetën se një dhe nuk e pranon. Dhe që kjo që nuk e pranon vetën është para që e bën thyrjen më të madhe. Atëherë çka kisha këshillu apo çka kisha sugjeru që edhe vetës tem, që ja kisha këshillu dhe gjithave që kanë harrojmë, është ta pranojmë veten ashtu siç ka ardhur ajo situatë, të pajtohemi me situatën, është një ndryshim që kalon, është një ndryshim që e ka një periudhë të zhvillimit, të fillimit, të zhvillimit dhe të përfundimit, të miremi me veten me shëndetin, të bëjmë pushime dhe pauza prej punës, të bëjmë gjumë të rehatshëm, të mundohemi sidomos gjumin ta bëjmë me kohë të saktuar njëjtën kohë çdo herë, të flajmë mjaftueshëm, të dalim në ajër të pastër, të hecim sa më shumë aktivitet fizik, jo të fortë, ashtu me sforcu veten sa që mos me mujt me bë as punë të shtëpisë, as mos me mujt me marr frym, po me reduktu punë fizike të rënda, por me bë sa më shumë aktivitet fizik, me bë relaksime, me bë meditime, që i bjen. Se na meditimin kanë mendojnë se veç do të më marr 2 dorë kështu dhe me marr frym dhe me mshël syt. Është diçka tjetër, është një udhtim shpirtëror, një udhtim mendor brenda vetes, jo jashtë. Jo me këshyr çka po ndodh jashtë meje dhe me u marr me gjërat që po ndodhin jashtë meje. Absolutisht, krejtve më janë mbyll dyert gjënave që vijnë nga jashtë brenda dhe më u marr vetëm me veten, me hy brenda vetes dhe me shiku çka kam unë nevojë. Për çka unë mas shumti po merr malli trupit tem. Për çka unë mas shumti vuaj, për çka më mundon mu mas shumti. A kam unë kontroll të rregulloj këto gjërat e kësaj bote? A kam unë kontroll mbi këto ndryshimet që po ndodhin? Nëse nuk kemi, na duhet me hek dorë, kanë do të më pajtu. Gjërat nuk ndryshojnë. Dhe duhet me u pajtu se ashtu si po ndodhin me u kënaq me aq, me ul pritshmëritë dhe me mendu se mesi jetës kaloi, pothuajse. Tash nuk jemi më as frutdhënës dhe duhet të pranojmë që frytet e tona i merr dhe dikush tjetër, po dhe ne, po nuk mundemi tash të jemi ashtu shumë të dobishëm siç kemi qenë deri më tani. Duhet të pranojmë femrat vetë se bjen produktiviteti. Edhe fundja nëse ne kemi arrit me kontribu që ka gjatë për të tjerët, ti presim pak edhe të tjerët me kontribu për neve. Po, ti presim edhe ne ato dhuratat e familjes, ti presim edhe falenderimet, mirënjohjet. Jemi duke fillu po kafen, duke na kryer ndaj shërbim, duke na ndihmu, duke na lënë me pushu shpesh herë, duke delegu detyrat që i kemi pas deri atëherë si zojë shtëpisë, mi delegu anëtarëve të tjerë të familjes dhe me prit edhe prej të tjerëve dhe me i shiju vetë frytet e jetës. Me gjetë qetësinë se nuk mundemi të tonë jetën me bë luftë. Ka njëherë luftën do të më alon dikuj tjetër. Është kohë menopauzë, bashkë kohë fjalë e mirë është me pauzu pak, me pushu pak, mos me i marrë gjërat as me hyrësh, as me vroll, po me i marrë me qetësi. Është shumë vështirë me i marrë me qetësi, prandaj rekomandohet që të krijohen stile të ndryshe të jetesës, që t'ja shijon cilësinë jetës pak më shumë, të hanë ushqime më të zgjedhura, të bëjë gjumë më të mirë, të qëndron me persona pozitiv që japin disponim të mirë, të punoj me trupin e vetë për të bërë frymëmarrje të lehta, relaksime, meditime, të shkon fizioterapi,
bën ushtrime trupore që i përshtaten moshës, që i përshtaten trupit, e të tjera. Zakonisht gratë në këtë moshë kërkojnë ndihmë tek profesionistët e shëndetit fizik. Po të përvoja jote si, domethënë me seanca, me takime, a kemi mbrejnë atë gjendje që një gru kërkon ndihmë të profesionisti i shëndetit mendor, duke qenë se është e vëdijshme që është në një fazë të ndryshimeve hormonale, po e di që gjithçka është në dorë të emocioneve. Edhe mundet me i menaxhu ose me i keq menaxhu. Prej dikujt anashti që don me godit diçka ose me gjujt diçka si dëgjuesja që pyeti, në dikon është që pak i shtrëngon dhamt, pak i ndrydh durt, e praktikon një frymarrje të thellë, po arrin mos me e shfaq jashtë, sepse realisht po dëmtojnë edhe anëtarë të tjerë të familjes, edhe nuk po jemi një model i mirë që e përmende. Shumë mirë e the se zakonisht gratë shkojnë te mjeku i përgjithshëm ose te mjeku që adresojnë simptomat trupore. Që këto simptomat trupore vijnë prej dika, janë psikosomatike. Ne e dimë gjithmonë se çdo sëmundje e shkaktuar në trupin tonë nuk e ka bazën vetëm te organi i cili është sëmurë, te organi i cili po çalon në shëndet. Është gjithmonë një bazë psiqike, është një bazë emocionale, se është psikosomatike. Një nervoz, një mërzi, një hidrim, një ngjarje jetësore, traumatike apo dramatike apo çkado që ka ndodhur, një thyrje emocionale na çon deri te një sëmundje. Ne mendojmë se sëmundjet vijnë vetëm janë organike, ne mendojmë se është smur organi, por atë organ e ka smundur. Në thash më herët, ankthi, brengat, zemrimi, stresi gjejnë vend në trup, në secilin prej organeve tona ku e gjejnë më të dobët, cilin organ e gjejnë më të dobët, aty zëjnë vend. Ashtu sikurse kanceri, qelizat kancerogjene që nxojnë vend me një organ dhe fillojnë m'ia marrë qelizave jetën, qelizave të shëndosha dhe fillojnë ato me kriju një trup të ri apo një organ të ri ato që është kancer apo tumor. Ashtu edhe zemrimi dhe ankthi, ashtu edhe mlefi, ashtu edhe inati që mbajnë për mrena, ato e zënë një vend në organizëm dhe fillojnë me kriju ato një ambient të vetin, një habitat të vetin ku munden me bë keq, që do thot me kriju sëmundje. Ne duhet të bëjmë kujdes çdo ditë të jetës. Ne nuk është që jemi kujdes vitin e kaluar për shëndetin dhe si vjet nuk kam nevojë më kujdes shumë. Ne çdo ditë të jetës ne duhet të kujdesemi që të bëjmë një jetë sa më kualitative, që të mundohemi që ne dita e nesërme të na gjejnë sa më të shëndetshëm. Prandaj, unë mendoj se mënyra e menaxhimit i zemrimit është mënyra se si ballafaqohemi me zemrimin. Si ballafaqohemi me situatat të cilat na shkaktojnë zemrim. Ajo është çelësi se si me arrit me te kalu zemrimin. Ka njëherë, dy skenaret janë të vështira. Për shembull, si e përmena më herët në parkingun me vetur. Ne zemrohemi në personin i cili na e ka nxjerrë vendin. Në atë moment, po ta kishim përpara atë person, do ta godisnim, do ta shonim. Mirë po, mënyra më e mirë do të ishte të marrim frymë, të qëndrojmë, pauzojmë pak, mos dalim shpejt prej veturës, dalim pas disa minutave qetësie që e kemi qetësu trupin tonë, se në trupin tonë është zemrimi, nuk është në personin tjetër. Ne mund edhe të arrahim personin tjetër, por zemrimi prapë është aty, situata është prapë e njëjtë, nuk e kemi rregullu situatën nëse ne shohemi dhe nëse godasim. Prandaj çka duhet bëjmë para se të arrijmë deri te ajo prishja e situatës apo acarimi i situatës, është mirë të mirëmi me trupin tonë, sepse mbrenda trupit tonë kanë vëlu ato emocione. Prandaj për mi ul ato emocione na duhet me marr frymë thellë, me u qetësu, me i sjell mendimet e kundërta të fjalës së parë që i kishim thënë. Ta nxomë i kishim thënë, pse na zure vendin ose i kishim thënë fjalë tronda, kush ta ka dhënë patentin e ke marrë më parë. Me zaventu, po, zakonisht atë fjalë themis ose prej kujt e morë lejen ose si e mësuese nuk din me vozit ose nuk din rregullat e komunikacionit kur na nxojnë rrugën. Fjalët e para ti zaventojmë me një fjalë tjetër, çka kishim dashur na më na thonë nëse kishim bë gabimin e njëjtë. Dhe si kishim dashur na më reagu dikush kur ne bëjmë gabime, kur ne bëjmë lëshime të tilla. Ne mundemi që është larg prej personave që janë nervoz, me marrë një fletë, m'ia shënu disa fjalë dhe m'ia lënë mbi veturë, që nuk arrin as 5% e njerëzve me bë. Mirë, po bën me dal prej veturës, me marr pak frymë jashtë, se ato vetura dhe e ka të nxënt,
me u qetësu, me u sjell pak, me bë disa lëvizje trupore, me u kthy prap aty. Dy skenaret janë të dhëmshme dhe janë të rënda. Mirë po janë që evitojnë problemin më të madh, që evitojnë atë agresionin i cili shpërthen pas zemrimit që shkon në kulminacion. Që do thotë se nëse ne arrim ta bëjmë këtë me veten tonë në çaste qetësie, ta praktikojmë, ta ushtrojmë disa herë, ne do të arrijmë edhe në çastet kur zemrimi ka arritur kulminacionin. Pse e them këtë? Se njerëzit nëse shkojnë dhe praktikojnë konsulta të rregullta të profesionistët dhe marrin këshilla se si me menaxhu ende pa ndodh, ata kanë me ditë edhe kur ndodh si me u sjell. Prandaj është shumë e rëndësishme psikoedukimi, është shumë e rëndësishme me shku te profesionistët, me u informu se si duhet mos sjell me trupin ton. Ka njëherë na nuk dim se cilme me trupin ton. Sofia, një dëgjuese thotë, mendjes pres me dëgju një lajm të dhëmshëm dikon edhe më gjendje një orë ndoshta me qajt për ato që kum dëgju. Sigurisht, personin e fjalë ka pas dhimbje të mëdha në veten e vet, ka pas raste kur nuk ka arrit me qajt për dhimbjen të cilën e ka kalu, ndonjë humbje, ndonjë vdekje, ndonjë tragjedi, ndonjë aksident, kush e di, ndonjë ndarje ndoshta, që nuk e ka qajt deri në fund, nuk e ka vajtu deri në fund. Dhe në momentin kur ka ndodhur, se ne zakonisht sysh tash fillim e supresojmë, e shtypim ndjenjen. Se na vjen ose marrë, ose ngushtohemi, ose dojmë me dal me një imazh të njeriu të fortë, të njeriu të rezistent. Ose ruhemi për njerëzve që janë më të afër ndoshta. Po kujdesemi që mos me i mërzit njerëzit më të dobët rreth neve, njerëz më të ndihshëm për arsye se i dojmë shumë, po duke i dashur as shumë të tjerët harrojmë me dash veten dhe duke mos e dash veten ne i shtypim ndjenjat tona më të thella, më të rëndësishme që janë, që është dhimbja, vujtja po që se nuk u ndi dhe nuk u përjetu deri në fund momentin kur ndodh, ajo ka më shtyp, ka më qëndrua aty, nuk ka ku shkon. Ajo ka më dalë në shesh në mënyrë të pa kontrollueshme dhe në momente kur nuk duhet, para njerëzve jo të duhur edhe ma keq, që është ma vonë, që ndoshta janë edhe ma të dhëmshëm dhe ka me dalë në mënyrë jo të shëndetshme. Kena me qajt pa kontrollim, kena me qajt kur nuk di mazet pse po na dalin lot. Ose mendjes presim, si ka thënë Zoja në fjalë, mendjes presim me ndodhi diçka e dhëmshme që unë me qajt për atë arsye, por në fakt nuk qajmë se na qajmë edhe filma duke shikuar. Kjo është edhe ana psikologjike, e shpjegon shumë mirë se kur qajmë duke shikuar filma, ne nuk qajmë për aktorët, nuk qajmë për personazhet, nuk qajmë për ngjarjen që po shohim, po qajmë për gjërat e njëjta apo të ngjashme apo për dhimbjet tona të pashprehura që nuk kemi qajt, që pa vajtueshme në kohën kur është dashur, andaj ne qajmë duke shikuar filme. E nëse kemi të tilla ndjenja të kompresuara brenda vetes, të shtypura, të akumuluara, çka duhet me bë për me nxit veten, me i shkarku, me i largu ato? Mos me me bë prit. në mënyrë po ngadalshme dhe mos më na ardh një moment që po thotë i papërshtatshëm, ku si me qenë një deponi edhe mbeturinat me i hedh midis qytetit, edhe mos me Si me shpërthy një vulkan është kjo. Atëherë për mos me ardh puna deri aty, atë këto ndjenjat e supresume, apo të kompresume, apo të shtypura, të ndrydhura, që nuk i kemi lënë as frymë me marr, as me dal jashtë, është mirë që një ditë, në një moment të qetë jetësor, të marrim edhe ndihmën e profesionistëve, gjithsesi, se nëse nuk kemi ditë deri atëherë është ditë që nuk kemi ditë, do të me marr ndihmën e dikujt. Ose në mënyrë të kontrollume, ose në mënyrë të organizume, në mënyrë të planifikume, me shku me grupe, me bë yoga, me bë meditim, me bë relaksim, me punu me trupin, tash ka edhe psikoterapist trupor që janë shumë të nevojshëm dhe janë shumë të dobishëm, që me punu me secilën pjesë të trupit, të cilën ne mendojmë se i kemi hyrë në hak dhe nuk ja kemi dhënë mundësinë me e qit jashtë atë të keqen që e ka. Nuk vjen kanceri në trup pa e pas një dhimbje të madhe brenda trupit. Një dhimbje emocionale e kam fjalën. Nuk hyn, nuk gjen vend. Nuk gjen vend asnjë smundje fizike, organike pa e pas një dhimbje emocionale, shpirtërore. Paraprakisht, që ja kemi lënë vendin në zbraz dhe e ka gjetë aty kur ka hy, e ka gjetë vendin dhe për arsye se nuk e kemi shpreh, nuk e kemi shpraz, atëre është kthy në sëmundje. Prandaj para se më u kthy në sëmundje, po edhe nëse u kthy në sëmundje, nuk do të thotë tash nuk riparohet e nuk përmirësohet. Kur nuk është vonë me u marr me trupin ton, me u marr me emocionet tona, me u marr me
pjesën e brendshme tonën që me e riparu, me përmirësu, me kthy reziliencën, se pak vështirë kam me thonë fjalën reziliencë shqip dhe nuk ekziston ndonjë term, po tash këtë njerëzit po munden me shiku në për internet, në Google për shkrimin e kësaj fjale që i bjen mu ripërtri, me fillu dhe njëherë për fillimit, sikur me reset trupin edhe njëherë, me anis me shtin qeltë edhe njëherë për fillimit, edhe me gjithë reziliencën, me gjithë mënyrën më të mirë qysh me fillu për çdot. Gjithmonë është hera e dytë. Gjithmonë, plot njerëz kanë fillu jetën prej zerës. Plot njerëz kanë fillu jetën kur i kanë humbë të gjithë njerëzit. Kanë menduar se mos më vjen me jetu. Ose kur e kanë humbë shtëpinë, ose e kanë humbë punën, ose janë divorcu, ose me dhimbshmja ju kanë vdek fëmijët. Është vështirë me vazhdu jetën. Mirë, po për hir të vetës, që mos me përjetu dhimbje as trana prej sëmundjeve të ndryshme, është mirë me fillu për çdo. Është mirë me u pajtu me ato që ka ndodhur, me pranu ato që ka ndodhur, me e vujt deri në fund dhe me fillu për çdo jetën. Me atë që ka mbet, me ato copa që kanë mbet. Janë copa të dhimbshme, janë copa të përgjakuna, janë copa të dhimbjes, po kur bëhen bashk, krijojnë diçka. Ndoshta mund mu kthy në persona që ndihmojnë të tjerët më shumëti. Edhe ka raste të tilla mas pare, sepse i kanë ndihmu vetës, për atë arsye dhe janë kanë mundësi me ndihmu të tjerëve, sepse e dinë se është me u ngrit pe hirit, me u ngrit pe kurgjafi, sikur një Fenix, edhe kur ngritesh pe kurgjafit dhe i ndihmon vetës, atëherë ti ke mundësi me ndihmu gjithë njerëzve rreth vetës. Nuk kënaqja sot të ndëgju. Edhe po shpresoj shumë që janë kënaqur edhe dëgjuesit e tjerë. Për fund, nëse ki diçka që ne kishe përcjell si mesazh, qysh me u gjind vetës afër, qysh me dash, qysh me arsyetu, qysh me bë mos me përjetu nervoz të nivelit të lartë, po me marr pak ma me lehtësi se cilën rrjedh tjetës. Mos me marr zemrimin, inatin, nervozën, mos me marr si negative. Nuk është negative. Ka njerë shumë na ndihmon, mos me kanë nervoza dhe zemrimin na psojmë shumë, na shtypin të tjerë, na mundin gjithmonë dhe na e marrin të drejtën dhe na kur nuk mundemi me tregu vetveten tonë të vërtet. Prandaj ka njëherë është shumë e mirë zemrimi dhe nervoza, na ndihmojnë shumë, po me kanalizu, me qitë në mënyrë të dobishme. Mos t'ju vjen marrë me unë i zemrum, nuk është marrë me qeni zemrum, me qeni nervoz, vetëm është marrë me shprej dhe është keq, nuk do t'ishte mirë me shprej në mënyrë të dëmshme, negative dhe me i dëmtu të tjerët rreth vete pse unë jam nervoz. Ka njëherë nervozën nuk na bën kërkush nervoz, po vetë jemi nervoz. Na mendojmë më ka bën nervoz trafiku. Jo, ti vetë ke dalë nervoz në trafik, pe mëngjesi, domethënë kemi vazhdu ditën. Vetëm tu ka duf një sebeb, një shkas që ti me shpërthy. Prandaj mos e presim që me na gjet një shkak që na me shpërthy mu bën nervoz. Po para se me dorë shkaku të punojmë me vetveten. Ta qetësojmë vetveten, shikojmë pse mu më ndodhin gjërat e njëjta për herë. Pse mu më bën nervoz gjithmonë trafiku? A mos unë jam vetë kom dalë nervoz në trafik? Andaj du të me shiku me gjithë shkaqet të vetja jonë, që janë, që shtash në fillim, janë shumë të ngolitura shumë herët, në familji. Po kur si zoja e parë që thirrin telefon, që pyetje fëmijët kur janë nervoz, për ata, si bebe, fillojnë me përjetu nervozën, zemrimin, a i lidhim keq, a i shtrëngojmë shumë, nuk ja kemi kontrollu temperaturën e dhomës, temperaturën e rrobave, ose ushqimin nuk ja kemi dhënë. Dhe ai fëmijë bebe që i bëjmë qiri drejt me 100 toja, thotë që kriminalat më ndaj mjafton. Ajo është torturë për bebat që nuk e dëshirojnë. Na nuk e dimë çka dëshirojnë, na mendojmë që po bëjmë më të mirën për fëmijën, nuk po them që prindët e bëjnë me qëllim. Mirë, po fëmia pson nervoz për atë. Për atë fillon me mësu si model. Qysh me usjell, qysh me shpreh, me qit jashtë të bërtit, të qajt, dhe kur e shes se të tjerët ja plotësojnë dëshirat kur ai çon, ai atëherë merr si mekanizëm që duhet me përdor sa herë të dën për me arrit, me i plotësu dëshirat dhe kërkesat. Sofia, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për ju. Për më ke shumë kënaqësi, për shpresoj që edhe për shikuesit e dëgjuesit që na kanë përcjell. Tash e tutje asnjëherë s'kam marrë nervozën si një diçka negative. Është edhe pozitive, i ka dhe anë të veta pozitive. Fiks, mu fokusu të pozitivja, sepse me të vërtet najherë edhe kur nuk shfaqim reakcione ndaj tjerëve, din edhe me e shfrytzu ndoshta edhe modestin tonë, po edhe... Na e ke shpërdorin.
Fiks. Faleminderit shumë dashur, për më ke shumë kënaqësi. Të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve. Inshallah takohemi prapë të ejtën tjetër prej orës 20. Ju faleminderit.